Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në episodin e radhës të FRPT Talks, ku ne si të rinj po kemi mundësinë të flasim për çdo problem dhe çdo gjë që na shqetëson, si të rinj në këtë vend në shtetin ton shqiptar. Në rast se mund të ndihmojnë dhe pak sot me efektet, ne sot do flasim dhe një gjysmë rrëfimi për historitë tona në sistemin arsimor shqiptar. Prandaj ta zëm sigurimi me efekte dhe ka disa rreth të zeza të tima dhe ne do themi një histori tonë. Sot kam kënaqësinë të jem me bashkë kolegen time, Klea. Faleminderit Lar që më ftova, që u vetëftova. Kush nga ne do ta nisi? Nisa. Jepi gaz. Atëherë ka një arsye pse unë sot jam pjesë aktive e forumit rinor të Partisë Demokratike. Unë jo gjithmonë parashikoja që do merresha me politik, por e kam pasur qefshi I vogël. Madje mbaj mend që kur ishim 5, 6, 7 vjeç që kam memoriet e para, kur uleshim me babin që hanim në I drek, në I dark në shtëpi, muhabetet e para ishin Berisha, Nano, Rama, Basha, gishtat që I kenim gjithmonë. Dhe kemi qenë gjithmonë, e kupton, sado të vegjël, un kam dhe një vëlla më të madh dhe dëgjoja që vllai I madh fliste me babin për politik, pastaj babi mundohej të më përfshinte edhe mua, dhe sikur u rritëm me atë frym. Memoria e fushatës parë politike që unë kam është nga klasa e 8. Klasa 8 u bën zgjedhjet e 2021-shit dhe duke bërë një xhiro me shokët, shkuam te fushata mbyllëse e Bashës I bëri te sheshi Nën Tereza. E që atëherë vazhdon një lloj sepse të thuash vërtetën është dhe një formë krenarie, ti je sot opozitar dhe ti je sot anti-establishment, ti je me Partinë Demokratike mbas gjithë atij kalvarit të sulmit që I ka ndodhur. Dhe duke vazhduar kështu isha I përfshirë politik, ndërkohë I përfshirë politik. Lexoja lajmet një herë në javë. Fillova të merresha me Parlamentin e të rinjve Evropian, cila është një OJF, OJQ që ka lidhje edhe me Parlamentin Evropian, dhe ajo më lidhi më shumë me tema më shumë ideologjike, politike, por jo me PDPS në Shqipëri. Por fillova duke parë arenën politike të Europës dhe të botës. Historia ime fillon në dyert e gjimnazit Ismail Qemali, kur unë futem për vit të parë. Vazhdo shiu. Unë futem për studime në vit të parë, ndërkohë te njëjti gjimnaz vllai im kishte mbaruar, ja 1-2 vite më përpara, ekselent me gjitha 10, student mjekësie sot dhe kishim një reputacion goxha të mirë tek mësuesit. Si familje dhe nga emri vllajt. Madje mua deri në janar të vitit shkollor, mua më gatronin me vllajin. Ju fëmijët e vegjël gjithmonë mua më gatronin me vllajin. Se edhe vllai im kështu është. Erdhi një moment që ju ankohesh amavit në shtëpi, ama në burr se dal në korridor dhe ores. Jam la erdhi unë. Gjithsesi filloi viti I parë me shumë aktivitete, atëherë na qelloi dhe 60 vjetori I themelimit të shkollës. Ti ke qenë maturante atë vit, ndërkohë ka qenë edhe Tirana kryeqyteti I rinisë, dhe pati një boom me aktivitete dhe me projekte nga bashkia, sepse ai projekt sigurisht lëvroi shumë fonde. Dhe unë si viti I parë mora përgjegjësinë për ta organizuar dhe angazhuar vitin e parë, duke qenë se viti I parë në Ismail vazhdon të jetë mbasdita. U morëm me shumë aktivitete, në janar, në shkurt, pastaj në bashkëpunim me presidenten e shkollës, u bëra dhe koordinatori I aktiviteteve I vitive para, si dhe nënkryetari I komisionit aktiviteteve. Gjë që ishte goxha e madhe dhe gjithë nxënësit e vitit parë shikonin nga mua kur vinte puna për një aktivitet, të linim në një orë, të frynim në një tullumbac, gjëra që bëhen nëpër gjimnazë. Problemi që unë kuptova që kishte filluar me gjimnazin tim, ishte sepse në një instancë në 6 dhjetor mos gaboj të 2022-shit, Berishës I bie me grusht. Në një protestë që bëi me liderat europian. Dhe ne si ishim me shokët, ulur në kafe, çon mami te grupi I familjes, I ran Berishës me grusht. Dhe neve të rinj kupton, fillon pam komentet që çfarë do ndodhi tani, I ran Sali Berishës te andej, duke qenë se neve shkolla jon ishte çerekore larg sheshit, bashkë me një shok duke parë njëri tjetrin. Do ikim. Dhe ikëm dhe unë aty qëlloj mbrapa një kamere të 24-s. Ishte hera e parë që unë marr pjesë në një miting, sepse dhe protestat më përpara
babi nuk ninte asnjëherë të merresha të isha pjesëtar, sepse thoshte ku dihet do na gjuajnë me gaz lotësiellës ose në polici në i gjë edhe ti je i vogël. Gjëra që unë i kam përjetuar edhe i kam makth sot e kësaj dite. Kjo ishte momenti i parë që unë kuptova më vonë që kjo fotoja ime që ishte kapur screenshot nga News24 ishte bërë virale nëpër telefonat e zyshave. Kalonte me forward në çdo telefon të drejtoreshës dhe koordinatorëve të departamenteve. Se këta rinë edhe gjejnë në një post të ria për t'i dhënë mësueseve më besnike ndaj partisë. Gjuajnë këto raste që të kapi. Ndërkohë unë kam qenë dhe koordinator maratone në vit parë, që kemi koordinuar një grup me 30 veta dhe unë nuk kam qenë asnjëherë problematik në shkollë dhe në ceremoninë që ne shpërndam certifikatat, bashkia na shpërndau certifikatat, erdhi dhe Erion Veliaj. Dhe mirë keq, unë për të respektuar Erionin përgjegjësinë që më kishte dhënë shkolla si koordinator maratone, kam ikur pa asnjë problem. Dhe kam dhe një foto me Erionin në cilësinë e koordinatorit maratonës nga Ismail Qemali. Dhe unë e kisha për krenari që shkolla më kishte dhënë këto lloj përgjegjësie dhe nuk e kisha bërë kurrë problem edhe pse unë në Erionin personalisht se kam pat një konsiderat të madhe. Problemi më i madh fillon kur në fund të prillit, siç ju thash ne kemi qenë pasdite. Në fund të prillit bëhet te sheshi Italia një takim të rinjt për ishin disa tryeza, si tip workshopesh, nga ministria për IT-n, për ekonominë, inovacionin, shkollat profesionale. Dhe përpilohet një listë me emra që duhet i dërgonte shkolla jonë. Dhe si një nga njerëzit që ishte më aktiv aty i momentit, më marrin mua për të marrë grupin e për t'i çuar te sheshi Italia. Ka qenë ora rreth 4:30 mbasditën. Dhe unë iki pa asnjë problem, me çuna goca shumë të mirë, kupton, kishin zgjedh nga më të mirët e klasave. Dhe kur shkoj atje gjej Iva Behara, drejtoreshe e rinis e Bashkisë Tiranës, Erionin, Ogertën, gjysmën e strukturës Freshit, dhe më duk vetja si një, do me thënë si mund ta them, si një peshë që po shkon te goja e peshkaqenit. E vërtet. Domethënë ata kishin hapur gojën e peshkaqenit dhe ne po iknim që të vetë dorëzoheshim atje. Në ato moment nuk kam folur me zyrën dhe kam thënë çfarë është kjo, duke qenë se ne jemi në fushat, unë nuk isha angazhuar në fushat, po e diqa. Pse unë duhet të jem pjesë e këtyre reelsave që do kapin këta me kamera, me plane, me gjëra, për një gjë që mua nuk do më hynte në punë. Dhe kështu në fakt peshkohen shumë dënës, si në gjimnaze, si në universitete. Patjetër. Dhe aty patëm atë debatin e parë, po unë anashkalova me idenë që hajde se e kupton. Fillon viti 2. Unë vitin e parë mbylla si ekselent, përgatita dosjen për president dhe kur kam përgatitur dosjen për president, jam munduar të konsultoj me disa miq, një portugez, një gjerman dhe një italian. Ishte një shqiptar, një Por këta ishin njofje që unë kisha bërë në për konferencat ndërkombëtare që kisha bërë me Parlamentin e të Rinjve Evropian dhe me çdo njeri që unë takoja nga jashtë, tema kryesore e muhabetit ishte çfarë bëni ju te shkolla tuaja që mund të bëj unë te shkolla ime. Konsultohem me këta, përpiloj një dosje të lezetshme brenda mundësive. Okej, nuk ishte perfekcion. Nuk fludurova, e kupton me idenë që do bëhem unë presidenti i shkollës edhe Ismail Qemali do transformohet, do kthehej në Amerikën brenda Tiranës. Por me maksimumin tonë do të vazhdonim rrugën dhe punën e mirë që kishte nisur qeveria e nxënësve paraardhëse. Historia është e gjatë sepse e para njëra ata ulën pragun e mesatarës se mund të kandidoje. Domethënë nga 9.8 dhe çuan 9.6. Deri në afatin e tyre u futën vetëm 2 aplikime për president. Unë dhe një djalë tjetër nga projekti italian, të dy me mesatare 10.00. E mirë, thash me vete unë e kupton sepse statuti rregullorja e ministrisë lejonte që do futeshim vetëm vitet e dyta. Po. Dhe ne ishim viti i dytë që plotësonim kushtet. Ç'a ndodhi ishte që kaluan 1-2 ditë dhe pastaj unë pash disa vit parista që po përgatisnin dhe po hapnin fjalë që ne do kandidojmë. E po mirë, thash me vete,
maksimumi e kupton, po fusin edhe 2-3 vit parisa, po i lejojnë ngarojnë që të kenë një eksperiencë, por ka qenë fundi shtatore, domethënë ai vitit parë kishte 2 javë në shkollë. Dhe më duk pak e pa logjikshme që të kandidonte një vit parist. Por hajde, për hir të garës thash me vete le të bëhet. U bëm 6 kandidat, 2 nga viti i dytë edhe 4 vit parisa, dhe u ngrit një komision ku drejtoresha kishte vetë të drejtë zgjedhjeje. Që nuk lejohet. Që nuk lejohet dhe nuk përcaktohet në asnjë vend në rregulloren e Ministrisë së Arsimit që drejtoria ka nevojë të ngrejë një komision për zgjedhje. Po nejse. Komision për zgjedhje ka në çdo gjimnaz. Por nuk, me sa di unë, se unë kam përjetuar vetë si gjë, nuk lejohet që drejtoresha të vendosë. Pra janë disa mësues ose profesor që vendosin këtë gjë. Por edhe në rast dhe janë të caktuar. Edhe në rast se ka, që unë nuk e kuptoj pse duhet të ketë, sepse gjimnazi aq kandidatura mund të prodhoj. Maksimumi mund të jenë 6-7. Dhe është shumë e thjeshtë për një gjimnaz për të menaxhuar një zgjedhje me 6 kandidat. Por sigurisht që të plotësojnë kriteret. Unë nuk po them merr dhe futu në garë kot më kot. Por ideja që ndron këtu, ne na fusin për zgjedhje. Domethënë na bëjnë ato pyetje. Futen brenda dhe ishin zyshat që mua në vit parë më kanë pasur me duart në qafë, sepse ne kemi pasur edhe një vetim me qeverinë e vjetër nxënësve, që unë isha mbasdite në mësim, vija nga ora 9 e mëngjesit në shkollë, në ora 1 nisja mësimin deri në 6. Dhe mbas orës 6 ne rrinim deri në 8 në ambientet e shkollës, merreshim me organizime të gjëra dhe kishte ditë që mua më shkonte 12 orë në shkollë. Dhe këto zysha ishin ato që kur më shifnin, erdhi një moment që kur më shifnin mua në shkollë thonë orë çun. Ikura në shtëpi, s'ke një shtëpi ti e kupton, se duket sikur ta zë me mamën. S'pranonte mamin në shtëpi e rria unë në shkollë. Dhe ishin të njëjtat zysha. Por unë për të mos të dukur arrogant, sepse kam pasur një gjë që shpesh më kanë quajtur arrogant, mundova të isha sa më i thjesht në atë takim, atë mbledhje, sepse thash unë nuk dua që këto të krijojnë një iluzion që unë mendoj që do përzgjidhem si kandidat një. Ne ishim kandidatët e kandidatëve. Më bëhet disa pyetje shumë tendencioze. Pse nxënësit nuk veshin uniforma? Përgjigjja ime e parë ishte do ndryshojmë uniformën. Jemi uniforma më e shtrenjtë, pasi Ismail Qemali ka një uniformë 27.000 lekë vetëm bluzja me zinxhir. Dhe zinxhirin e ka kauçuk, e cila prishet, edhe në rast se juve vishni një bluzë të bardhë poshtë uniformës Ismailit, ajo bluzë e bardhë nuk ka për të bërë më rob për 4-5 larje. Dhe unë kisha parë uniformat edhe se unë me klient nuk njihesha direkt atëherë, po njiheshim prej shoqërive të qeverive të nxënësve. Unë kisha parë uniformën e Samiu. Shumë herë më e lirë, një 15.000 lekë më e lirë gjithë paketa, me zinxhir alumini, veç funksiononte. Po i bëjmë reklam shkollës Sami Frashëri. Në heshtje. Dhe gjë e parë që unë i them, do ndryshojmë uniformën, do të marrim atë kush i prodhon këto uniforma, do t'i themi ose do ulët çmimin, ose me këtë njëjtin çmim që ke, do ta rregulloj cilësinë. Se tek e fundit kjo është neve pas një qeveri e nxënësve, ne jemi një organ opozitar brenda shkollës. Në rast se drejtoria është mazhoranca që kontrollon gjithë çështjet administrative, mbarvajtjen e mësimit dhe kështu, ne jemi opozita. Ne jemi ata që do të advokojmë për të drejtat tona dhe për gjërat tona, domethënë çfarë do bëjmë ne. Këtyre i djeg kjo. Tani unë e di që mësuesit ose drejtoresha marrin një gjë të vogël nga këto organizime të mëdha që bëhen. Mos e thuaj. Projekt. Por edhe kaq problemi i madh dhe kupton që ne ulëm 1 ose 2.000 lekë nga uniforma nuk e prisja. A u bëri president i lartë i shkollës i Ismail Qemali apo jo? Unë nuk u përzjodha klas, isha kandidat. Pra ty të rrëzua dosja. Unë rrëzova si kandidatur, jo vetëm dosja. Dosja ime u mor dhe u tallu për buzë, tha ti s'ke për të bërë asgjë nga këto edhe aq u la. Mua nuk më lejuan as kandidoja. Ndërkohë isha i vetmi bashkë me djalin tjetër nga projekti italian, mesatare 10 aty, sepse ai që kishte ardhur nga viti i parë mesatare nuk ishte certifikuar nga Ismail Qemali. Ishte ardhur nga 9 vjeçare. Po. Si mundet njëri me mesatar nga 9 vjeçaria të vitet plotësoj kriteret e gjimnazit? Sepse aty e shpreh të qartë që duhet të jesh viti i dytë me mesatar certifikuar nga mësuesit e Ismail Qemali. Atëherë kush ishte një
si më thënë, një... Dhe unë vazhdova e ndoqja si gjë. Një kriter që ti nuk u bëre president, ose ti të rrëzua e drejta për të kandiduar. Kur mbaroj mbledhja, unë sikur e ke parasysh kur njeriu sikur e pret ndonjëherë. Që do t'i ndodhi një gjë. Edhe unë sikur isha përgatitur, por prap nuk doja ta besoja. Pasi mbaroi mbledhja, unë e pyeta, a mund ta di thash unë kush janë arsyet pse nuk janë përzierur? Se tek e fundit njerëz jemi, mund të kemi gabuar, mund të kemi pas një problem të madh. Patjetër më tha mua kryetare e komisionit, Zysh Lili e fizikës. Zysh Lili e kishte dhënë vllai tim, dhe me vllain tim ishte krahët në qafe, puthu për qafou, se ne kemi një lloj trashëgimie familjare që jemi mirë në fizikë. E thash unë, kjo Lili e kupton, ku dihet, çfarë do më thoj? Ti dashur djalë. Isha shumë i ftohtë dhe nuk më bë mua se kur u përgjigje pyetjes time. Dhe mua në këtë moment më shkërmoqet dhe më thyet ajo pllaka që kisha në kokë e Ismail Qemalit. Do më thënë, unë të privohem nga e drejta orë për të garuar, s'po ju kërkoj të mi bëni ju votat. Votat do t'i bëj me nxënësit. Dhe unë aty i kthehem me shumë qetësi dhe i them, jore ju zonjat nderuara. Unë jam këtu për nxënësit, jo për ju. Ju vetë merrni të keqen mua. Unë këtu ngrohtësinë do ta kem me nxënësit, se unë me ata do punoj, jo me ju. Jo me ju. Dhe aty plasi një lloj debati i vogël, por unë nika e lash me aq. Ndërkohë kisha dy rrugë. Ose do bëja një formë proteste me nxënësit, sa të po mundohem të gjej. Kisha përgatitur dhe disa gjëra. Pra, sa ta gjej Laerti, të dashur miq, ja ku është pika e parë që shohim që stafi pedagogjik i një gjimnazi shtetëror, si jo vetëm i Tiranës, po kudo, ngacmon dhe demoralizon një gjimnazist, 16 vjeçar. Një 16 vjeçar për bindjen e tij politike. Unë ja tregoj te kamera. Unë përgatita posterin tim, përgatita që do bëja disa fletushka. Pra ne domosdoshmërisht fletushkat ishin Think Outside of the Box edhe Escape the Matrix. Ishte momenti atëre që sepse këto janë gjërat që do një fëmijë. Ndërkohë përgatita që do vija dhe me një box në shkollë me këngën e Tupacut, Hit 'em Up Taylor's version. Now it's all about presidenza, you copied my style. You couldn't drop me, I took it and smile, now I'm back to something straight. Në një formë rebelimi. Dhe mënyra e dytë ishte të aplikoja për një ankesë tek platforma e paqeverisjes. Po, këtë ma ke thënë. Dhe këtë bëra. Duke bërë dhe një llogari me veten që vetëm printimi i këtyre budalliqeve që kisha bërë, e angazhimi që do merrte shumë energji, shumë kohë, dhe do ishte një rebelim sado i bukur në letër, diçka që do më konsumonte mua si individ. Aplikova, bëra një ankesë të paqeverisje. Më merr në telefon zëvendës ministre. Në atë kohë ishte Nina Guga. Nuk e dija as akoma. Më thot mua këte andej çfarë është problemi, ja shpjegoj, më bën një pyetje, o çun tha. Fitoje do ti? I thash unë, nuk jam askush që të them a fitoja apo humbje. Por unë di të them që duhet kisha drejt nga roja. Po nuk e di ti Lari se këta luajnë me letrat hapura, prandaj. Po fitoja do të zvendosim. Ajo më tha në telefon, faleminderit, kjo është diçka e keqe që ka ndodhur, ne do ta zgjidhim. Okej. Fola me drejtoreshën e ZVA-s të Tiranës, e cila ka qenë ish drejtoreshë e Ismailit. Zonja në telefon më tha, patjetër do ta zgjidhim, ti do jesh në garë, ju kërkoj ndjesa dhe nga ana ime në rrafshin personal, si ne gja njemi edhe me vllajën tënde dhe me familjen tënde, do zgjidhet. Dhe unë, fakti, do më thënë, mendova në një moment që po funksionon ky shtet. Do më thënë, në një moment, erdhi një iluzion, një mirazh në kokën time, që ky shtet po funksionon. Më thërret në zyrë me mamin, drejtoresha, shpresiona. Tani më thërret shpresiona mua në zyrë. Sa herë flitet për shpresionën ka shi në sfond. E bëjmë prapa të imazhit. Më thërret me mamin, tani për ta kuptuar mami im kishte shkelur 2 herë te Ismaili. Njërë kur diplomua vllai me gjitha 10 dhe era dytë ishte ajo. Okej.
s'ka patur asnjëherë arsye, notat vinin online, unë gjithmonë me nota mirë, asnjë problem. Vjen mami. Sa vjen zihet. Fillon edhe zihet me shpresjona me mamin. Zihen ngrihen këtej andej, mos ta zjas shumë. Më thot ti dashur djalë që të futesh në garë duhet kërkosh të falur për sjelljen tënde që e çove ministri. Dhe aty në rast se unë kisha asaj rrezikohet vendi punës. Në rast se unë kisha të thyer imazhin e Ismail aty u shkërmoq. Po. Dhe unë ngrihem shumë i qetë dhe them, unë nuk jam mësuar ta bëj këtë. E falura shynore dhe në një moment kur dikush gabon patjetër. Dhe unë dal, ndryshoj shkollën dhe sot jam zënës Sami Frashërit prej 2 vitesh. Dhe duhet të them dhe pak ndryshimin mendësi. Sami Frashëri mua më ka pritur me krah të hapur. Klea e di se Klea ka qenë vetë nxënëse. Është shkëputur nga këto tradita që është apo nuk është i joni. Pra si kjo do jetë tema e episodit, është apo nuk është i joni. Tok Fjalçi që ka seleksionuar shumë nxënës në këto 12 vjet qeverisje. Klea mos gaboj ke edhe ti një histori me Samiun, por çfarë unë di të them nga eksperienca ime që jam akoma, brenda dyerve dhe territorit të asaj shkolle ne jemi të gjithë nxënës Sami Frashëri dhe jemi krenaria e saj. Është vërtet. Dhe unë kam pasur një komunikim dhe një bashkëpunim shumë të afërt dhe të mirëkuptueshëm me të gjithë drejtuesit e institucionit, sepse në rrafshin më primar jemi nxënës një gjimnazi. Jemi aty për të bërë gati për studimet e larta. Jemi nxënës të një gjimnazi, ndryshe nga shumë të tjerë ne nuk politizojmë mësimin dhe për këtë çdo drejtues na ka lënë lirinë të vazhdojmë dhe të çajmë para atë që ne kemi pasion. Kështu që një nga të radhat është gjimnazi Sami Frashëri që ne na ka pritur duar hapur, patjetër sepse kemi qenë studentë të shkëlqyer dhe nuk e kemi sjell kurrë politikën në tavolinat e. Si ka qenë eksperjenca jote në Sami? Eksperienca ime në Sami ka qenë shumë e mirë, me thënë të drejtën. Okej, ka patur ato uljet e ngritet e veta, pasi unë kam filluar, jam bërë pjesë e forumit që në klasë të 9. Kam qenë shumë e vogël, me thënë drejtën. Por, si që përmendë edhe ti, ishin zgjedhjet kur unë kam qenë në vit të 3. Në matur, edhe nuk ka qenë lehtë për mua, pasi jam marrë shumë me të, ama ja kam dalë dhe kam dalë me nota shumë të mira dhe nuk kam pasur as pak pengesa për këtë gjë. Pastaj puna e presidencës është pak a shumë është ajo që the edhe ti, kështu që nuk po zgjatem. Po mirë, patjetër. Shkurt muhabetin ne duhet të kalojmë patjetër te një lloj filtri. Pra po të shifja të mërësitur sot. Që ka ndodhur? Jam gjysmur / Po kam një gjë në dorë që para ca ditësh u bë një bisedë për një temë të hapur, doja t'rregoj, u bë një bisedë për një temë të hapur edhe na ftuan, ishin të ftuar nga të gjithë universitetet e Tiranës edhe student nga universitetet. Po, student nga Universitetet e Tiranës dhe na thonë, hajdeni se keni një temë të hapur dhe unë shkoj patjetër sepse shkoj në çdo lloj aktiviteti që bëhet. Dhe sa hy, më presin disa. Ti vëm ret apo jo? Po, me re, kudo. Më presin disa njerëz dhe më thonë që hajde këtu emër mbi emër dhe firmë. Patjetër, them. Hy brenda më japin këtë flet palosjen. Bani frymën dashur. Kjo është nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë. Sondazhi kombëtar i studentëve 2024-2025. Është kjo broshurë informuese. Unë shkova aty, siç më the edhe ti pak më para, kishte mu duk vetja sikur po. Një pesh në gojë në pesh ka qenë. Sa po futa se tani edhe ne njohim, kishte të freshit. Nuk quhet më fret, asamble rinore. M'fal, kishte të asambles, pjesëtar të asamblesë rinore. Kishte shumë student, me thënë të drejtën, po njësoj si unë të gjithu pren. Sepse në sallë hyri Ogerta Manastirliu. Po.
Kryepesh ka qenë. Dhe unë në fakt u ngela shumë keq, sepse nuk e prisja që do na bëhe një lloj mashtrimi, sepse është një lloj rengu. Se nëse unë nuk dua që të bëhem pjesë e këtyre aktiviteteve që bëjnë për fushat, nuk kam se shkoj. Kjo ishte një sondazh që bëj për cilësinë e arsimit. 3 muaj para. Ishte anonimitet? Këtë nuk e di akoma, më duhet ta hapim ta shohim se nuk mund të flas pa e parë, por më duket se jo. Do më thënë, Ministria e Arsimit po bën një sondazh për të parë pa kënaqësi. 3 muaj para 50 ditë. 50 ditë para zgjedhjeve, po e bën këtë gjë. Edhe unë nuk, në fakt, unë largova, sa po pash ofertën, ja futa vrapit, se tash më morën. Po. Por më thanë që ju kishte mbajtur goxha gjatë edhe kishte folur se si ajo do e kuroj edhe do e përmirësoj arsimin, se nuk ju deshën 12 vjet. Ishin shumë pak. Ka qenë Lidnita Nikolla përpara. Po. Pak ka oferta. Është e vërtet. Dhe kjo gjë më ndodhi dhe unë u mërzita shumë edhe Ama ne kjo si doja bëjmë se i vetëm e mërzitur në podcast. Këtë, ja. Më sjell FRPD Talks pozitivitet. Dhe unë këtë gjë solla vetëm për t'i treguar të rinjve që në këtë kohë fushate do ndeshen me këto lloj organizimesh, aktivitetesh, mos pranoni, bindja juaj politike është individuale, vota juaj është individuale, duhet të votën, mos lini pa votuar, këtë unë e them kudo që shkoj. Të gjithë duhet të votojnë. Dhe mos u mashtroni dhe mos bini kurth i askujt, i asnjë lloj bindje politike që keni. Por zgjidhni atë që ju doni. Alternativën që ju pëlqen më shumë. Që ju pëlqen më shumë edhe që e dini që keni të ardhme me të se e kënaqëm këto kohë. Ta mbyllim? Dhe mbyllim? Do e mbyllim? E mbyllim. Dhe kjo dashuri ishte episodi i radhës me titull është apo nuk është i Jani. To fjalë që ka përzgjedhur shumë zonës gjatë këtyre viteve qeverisje. Faleminderit Laert. Do shifemi ditë me diell tani. Po, okay, me diell. Shifemi episodin e radhës.